Kristian Renapa. Sot ndodhemi në perën bujësore të zotit Voltian, cila ndodhet në fshatin Drenovic, njësi administrative Kutalli. Ajo çfarë sot është qëllimi i demonstrimit, është prezantimi i planit biznesit, sa i përket investimeve në ser, disa nga çështjet që hermerët përballen në raport me hartimin apo përgatitjen e planit biznesit, sa i përket njohurive, por ajo çfarë është e rëndësishme që lidhet me kriteret apo afat për përgatitjen e planit biznesi. Sektori bujqësisë sot përballet me nevojën referuar investimeve në ser, sa i përket modernizimit, sa i përket orientimit dhe produktivitetit, dhe ajo çfarë lidhet me angazhimin e fermerëve në investimet e tyre në perën bujqësore dhe konkretisht me fokus investimet në ser. Çfarë mundson një plan i mirë biznesi, me atë çfarë fermerët përballen jo vetëm në punën e tyre të përditshme, por sa i përket një ser kriteresh dhe problematikash. Për shembull, çfarë duhet të pasqyrojnë apo të përshkruajnë gjatë aplikimit për një kredi apo për një pranë institucioneve mikrofinanciare apo financiare, gjatë aplikimit për një grant apo subvencion. Çka do thotë, ne do trajtojmë në mënyrë të thjeshtë dhe të qartë sa i përket përgatitjes, edhe duke konsultuar në rastin konkret me zotin Voltian, çfarë duhet marrë në konsiderat, cilët janë disa nga elementet dhe kriteret, dhe para se unë të kaloj në çështjet që lidhen me hartimin e përgatitjen e planit biznesit, unë do të theksoja investimet në ser përbëjnë sot një nga aktivitetet më të rëndësishme të perave bujqësore, për arsye sepse sigurojnë një prodhim dhe punëzemje gjatë gjithë vitit, përmirësim të cilësisë së prodhimit, siç jemi konkretisht në investimet e zotit Voltian, rritje të produktivitetit dhe rritjeve të ardhurave, mundësi për eksport të produkteve, por ajo çfarë edhe reduktim të rriskjeve në raport me elementet sa i përket monitorimit dhe kontrollit të tyre. Një dokument thjesht plani biznesi. Është një dokument strategjik apo operacional në raport me çfarë ide biznesi kemi. Kur ne aplikojmë apo kur duhet përgatitemi plan biznesi. Çfarë përmban një plan biznesi? Cilët janë aktivitetet, produktet në rasti konkret që ofrohen në ser? Çfarë ne parashikojmë sa i përket sigurimit, që kjo është shumë e rëndësishme, të burimeve të financimit. Patjetër ajo çfarë lidhet me kapitalin e vet, por edhe të financuar nga institucionet mikrofinanciare. Një tjetër element çfarë lidhet me analizën e tregut, që gjerësisht do ta diskutojmë edhe me zotin Voltian. Çka do thotë tregu sa i përket shitjes, çmimit, por jo vetëm elementet që lidhen me paketimin, etiketimin dhe ruajtjen e produktit. Një tjetër element shumë i rëndësishëm që lidhet me planifikimin financiar. Një draft apo një strukturë e kostove të investimit apo kostove operative. Një parashikim të shitjeve me të ardhurat dhe ajo çfarë lidhet me rentabilitetin apo rikthimin apo kthyeshmërinë e investimit. Çfarë unë do të sugjeroja në raport me rëndësinë që ka përgatitja e një plan biznesi, mjet i rëndësishëm sa i përket komunikimit apo zbatimit të një ide biznesi, qoftë kjo në fillimin e një startupi apo biznesi të ri, por edhe në zgjerimin e një biznesi ekzistues. Një tjetër element që lidhet me procesin e vendimarrjes, sigurimin e burimeve e financimit dhe investitorët strategjik, siç janë bankat, por jo vetëm institucionet mikrofinanciare, por agjësitë publike në raport me grandet apo subvencionet, një analizë tregu që rrallë bëhet nga fermerët, por jo vetëm, sa i përket ato çfarë, cilët janë kostot, pra një regjistrim të dhënash. Dhe një nga problematika që përballen sot fermerët është regjistrimi të dhënave. Patjetër kanë eksperiencën, por jo përvojën në raport me aktivitetet që kultivojnë, por sugjerohet që mbajtja në mënyrë, pra themi sistematike e të dhënave sa i përket shpenzimeve operative, që nga blerja e inputeve, fidanëve, proceset që lidhen me vaditjen, plerimin, por jo vetëm, deri tek edhe një parashikim i thjesht i të ardhurave në raport me shitjen dhe çmimin për katës së tyre. I shërben fermerëve në iniciativat e tyre sipërmase, shërben si një mjet për vlerësimin e performancës, por jo vetëm sa i përket ecurisë dhe progresit. Ajo çfarë është e rëndësishme për të pasur në konsiderat
përmbledh në mënyrë të thjeshtë të ardhurat, investimet, kostot dhe në fund rentabilitetin për një investim. Në qoftë se unë do ndalesha pak, kur është e nevojshme përgatitja e një plani biznesi? Së parin gjatë fillimit të një aktiviteti të ri, pra ndërtimi i një sere, si që jemi në rastin konkret, sipërfaqja që do ketë, struktura e saj, cilët do të jenë procese që do të realizohen sa i përket prodhimit, sa i përket shërbimeve agroteknike, dhe një tjetër moment i rëndësishëm është kur ne e kemi investimin të kryer për të reinvestuar zgjerimin e sipërfaqes, dhe më konkretisht do në plasin edhe në detaje zoti Bortian. Tjetër, sisteme që lidhen me teknologjinë, sa i përket sistemeve të vaditjes apo të plerimit, sisteme që lidhen me matjen apo kontrollin e temperaturës, sa i përket aerosjes, por jo vetëm, dhe ajo çfarë është e rëndësishme, përmes investimeve të monitorojmë apo të reduktojmë rrisjet si rezultat i luhatjes që kemi në raport me çmimet, por edhe garanci në raport me shitjen e produktit. Problematikat që përballen fermerët në raport me përgatitjen e një plani biznesi, ajo çfarë ne si ekspert sugjerojmë është mbajtja e të dhenave në mënyrë sistematike sa i përket regjistrimit të shpenzimeve apo kosto operative që kryen në investimin konkret në serë. Çka do thotë? Në një fletor edhe të thjeshtë ose në një program të thjeshtë kompjuterik, të dhëna sa i përket çmimit të blerjes, së inputeve, sa i përket pesticideve, sa i përket proceseve që kryen, sa i përket pagesës së punonjësve, sa i përket të dhënave që lidhen deri në dalje në treg të prodhimit, referuar sasisë prodhimit, çmimit të shitjes dhe garancisë, ajo çfarë është e rëndësishme, duke qenë edhe në një zonë që është një nga zonat, pra themi, më të mira sa i përket investimeve në serë, çka do thotë ne si ekspert sugjerojmë që në rastin e fermerëve të kenë kontrata në raport me grumulluesit, por jo vetëm, apo tregtarët e tregjeve lokale dhe jo vetëm. Kjo është ajo çfarë është një problem në raport me përgatitjen e një plani biznesi nga ana e fermerëve dhe më shojmë fort, sugjerojmë që fermerët të mbajnë të dhëna sistematike për të gjithë apat apo elementet që lidhen me përgatitjen e një plani biznesi. Që nga kosto e investimit fillestar, kostot apo shpenzimet operative, të ardhurat që lidhen me sasinë e prodhimit apo çmimin e shitjes dhe deri tek ajo që lidhet me efektivitetin apo eficiencën e investimit. Atëherë unë do të thoja që në Shqipëri prodhohet cilësi. Arsyeja e parë është që nëse ti shkon në tregun, do të shkosh në tregun evropian, duhet të kesh një domate cilësore dhe të mbrojtur mirë. Që do të thotë që mos ketë ngarkesën që kërkon Bashkimi Evropian, pra ngarkesat të pesticideve apo dhe të plerëve. Unë do të them ty që nëse ne nuk e prodhojmë të cilësinë, ne nuk e kalojmë në dogan. Pra kjo është një domate cilësore që prodhohet në zonën tonë. Kjo është brum. Bortian, cilët janë standardet apo kriteret apo protokolli që ju respektoni, me kë konsultoni, cilët janë ekspertët, specialistët në raport me cilësinë e prodhimit, por jo vetëm, edhe garancinë për konsumatorët, qofshin vendas, por edhe për tregun e huaj në raport me eksportin e produkteve. Ne çdo gjë e marrim tek farmacia bujësore. Farmacia bujësore e ka një agronom dhe ne këshillohemi me agronom. Por në shumicën e rasteve dhe eksperienca na ka bërë që ne dim të prodhojmë një produkt cilësor pa ngarkesë e me radhë. Por unë do të them se na shitet në tregun vonas që domatia shqiptare ose e jona nuk ka cilësi. Nuk është e vërtetë. Ky është malli i eksportit dhe siç e shikon këtu është vjel një kap, është vjel për eksport. Në shumicën e rasteve ky mall nuk vjen në tregun vendas. Që do të thotë që produktet tona shkojnë jashtë dhe produktet të tjera vinë brenda Shqipërisë. Edhe shitet në tregun shqiptar sikur ajo është domatia jonë dhe shitet me 3000 lekë. Ndërkohë që sot që ne flasim domatja ose ne kemi sezonin në këtë kohë dhe domatja që unë kam në dorë sot ka një çmim normal, ka shpenzime që të bëhet kjo, edhe duhet një protokoll i gjatë, i mbajtur mirë, i detajuar që ti të prodhon cilësi, se ndryshe nuk prodhon. Po s'patë cilësi ti nuk konkuron dot në tregun evropian. Ajo çfarë ju sugjeroni është garancia që ofroni për produktin të jetë edhe mbështetur nga ana tjetër e zinxhirit,
që janë tregtarët apo shitësit, qofshin ta lokal apo dhe eksportuesit? Jo, unë do të thoja që dora më e madhe për fermerët dhe për të ndjekur duhet të jetë shteti. Shteti duhet të marrë iniciativën për të bërë trajnime falas për fermerët, gjithashtu edhe për personat që shesin plera apo pesticide të cilët janë agronom. Sepse ata thjesht kanë mbaruar një shkollë dhe eksperiencën e tyre e kanë lidhur këtu. Por duhen dhe trajnime në mënyrë të vazhdueshme që ne të prodhojmë cilësi. Ideja është që ne të rrisim prodhimin vendas duke pasur duke përmbushur kriteret e standardet europiane. Kjo është. Faleminderit. Faleminderit ju.